lajme, fake news që përcakton si lajme të pavërteta, shpifja dhe fyrja. Informacioni s'ka të bëjë me ato që janë dëgjuar në lajme. Ato janë lajme. Ato janë lajme të vërteta ose të pavërteta. Informacioni është informata të dhëna specifike për një ngjarje të caktuar që ju jepet një personit të caktuar ose grupit të caktuar të njerëzve. Ato që ai ndëgjojmë në për lajme, ato nuk konsiderohen si informata, ato konsiderohen si lajme të pavërteta ose të vërteta, të cilat mbështeten mbi disa informata që informacioni ka të bëjë me ato që e marrin informatën për me plasu lajmin, jo me ato që janë dëgjuar na. Po. Se informacioni ka të bëjë me një grup të caktuar që plasohet për me bo lajm. Mandej vjen te shpifja, që është e karakterit personal që njerëzit e thojnë përmes medias, dhe ofendimit. Kur e thashun e më herët që daton prej viteve 1890, kështu fol për fake news, si termin i njohur, si lajmi i pavërtet. Fake news ose lajmet e pavërteta, se informacionet është edhe zarmi gjyku. Ato konsiderohen sekrete, top sekrete, që janë një numër i caktuar i personave që kanë çosin to. Edhe për çata, edhe ato që e thashun që këto skena të bëjmë me vepër penale, jam të fol për lajme të rreme ose të pavërteta. Informacionet janë ato që filtrohen e që publiku nuk, si me thonë, si din, nuk mundet me pas qasje direkte, se kur e di publiku ma ai është lajm. Ai kur plasohet për një grup caktuar, për një masë caktuar të madhe njerëzve, ma ai konsiderohet lajm, edhe lajmi nuk mundet me u kon vepër penale se është problemi mbrana që nuk është bo filtrimi i informacionit. Te lajmet e rreme të pavërteta bazohen një numër i vogël i tyre të informimi ose dizinformimi. Jo krejt e kanë informacion një burim caktuar ose një burim të sigurt për me plasu një lajm. Ato kryesisht ndërtohen mbi lajmet e personat e terenit apo gazetarë që janë teren dhe krijuan lajme të caktuar për ngjarje ndodhi në vend. Ndërsa ato që janë pak më komplekse, që i përmeni blokaj, implikimin e AKI-se, institucioneve tjera, ato si me thonë janë më të vogla edhe janë më delikate normal. Po barën e përgjithësisë edhe si me thonë përhapjen e këtyre informacioneve në publik që mund të jetë edhe vepër penale, e kanë personat të cilët janë brenda atyre që nxjerrin informata ose jo. Jo gazetari, jo redaktori, jo personi që e kanë dëgjuar dhe vjen sot në medium. Krejt kjo që thot në televizion, në medium është, si me thonë, një menim i veti, opinion i veti, edhe nuk përgjigjet penalisht. Është një vijë shumë e hollë mes asaj lirisë shprehjes edhe keq informimit edhe ofendimit, fyrjes ose lajmet rreme që e bën të publiku. Unë apeloj që krejt njerëzit të cilët janë target i këtyre lajmeve të rreme, që zhvillojnë procedura që njerëzit me pas kujdes që qatojnë në medium, qatojnë para kamerave. Duhet ashtu të fuqizohen më shumë edhe këto ligjet lidhur me këto çështje? A ndikon ndoshta edhe kjo? Qysh, më kanë vepër penale, lajme rrem, besoj që kishë ndiku pozitivisht. Po lajmet rreme si vepra penale është shumë problem me inkorporu në kod penal. Kjo i zhbo... Tash po lidhem kështu fakte, edhe në ato që na ka rënë me pa pak gazetari edhe me ditë këtu. Më mendoj që veç ti e ke publiku një lajm edhe fakt si shprehën edhe ti ka qenë veç lajm, edhe ka pas diçka të pavërtetë cilën është thënë për një person advokat, ai e ka marrë dhe ka shkuar ka çuar në gjykat për me dënu për shkak se ka qenë një shpifje kundër tij. Kështu që po i bie në fakt që këtë situatë nuk ka përmend lajmin i cili është publiku, po shpifjet edhe informacionet të cilat i ka jep personi për një person advokat të cilat nuk i ka pas drejta. Shpesh herë zoti Klinaku kemi pa që gazetarët janë dënu, kanë marrë dënime për shkak lajmeve të cilat i kanë publiku. E ti po na tregon që në lajme s'mund të merret ndonjë vendim. Ja. Nëse nuk bëhet filtrim, nëse unë jap opinion mbrana përballë këtij mediumit, këto përballë se kamerës, ju nuk keni përgjegjësi për fjalën tim. Po. Se thon unë, a nëse unë ju them juve një rrethon, një fakt, një pavërtet,
edhe ju nuk e filtroni aton, normal që keni më konë përgjes edhe jo. Kanë, më falë, zote Klinako, unë mendoj që edhe mediumet kanë përgjithësi për shkak se ndodhë, do më thonë, po përmendim që ka po ndodhë në mediat e Kosovës. Për shembull, në bazë të etikës gazetareske, në studio televizive, njerëzit që kanë vrarë dikën, që janë të dënuar për vrasje, nuk lejohet të orientojnë ose të mbajnë emisione nga studiet televizive. Kjo nuk ndodhë në asnjë vend të botës përveç se në Kosovë. Në vendet e botës mund të ndodhë që një i dënuar të merret në një intervistë, por ai brenda asaj interviste duhet të shpreh pendesën tepër të thellë për të përquar mesazh të shoqëria për një vepër të cilën e ka bërë dhe vetëm ajo i lejohet një personi të tillë. Ne kemi në mediat e Kosovës, domethënë ligjërues të cilët propagandojnë po e nxomm temën e konvertimeve fetare me një agresivitet jashtëzakonisht të madh. Ka person konkret nga Gjakova i cili në vitet 80 e ka vrarë djalin e vllajt të tij. Është i dënuar në Kosovë, domethënë për vepër penale nxitje të urrëties dhe përçarjes fetare dhe prapë vazhdimisht vjen në media. Kjo nuk do të thotë që media nuk e ka përgjegjësinë pse e thirr atë person kur e di, domethënë kur ja dim biografinë e tij. Por çështja është se mediat duhet të jetë përgjegjës edhe media. Sigurisht është, jo vetëm që duhet të jetë, por është përgjegjës, përse është përgjegjëse. Për shkak se shkelen rregullativat edhe kodi gazetaresk, më thonë, si lejohet një person i tillë të vijë në publik edhe ti shfaq, domethënë, publikut Kosovës ose një vendi që është e rëndësishme një, a ndodh në Austri, a ndodh në Gjermani, a ndodh në vende tjera, jo. Dhe e dyta, gazetaria komplet, domethënë, si tërësi e gazetarisë nuk i lejohet absolutisht në asnjë shtet demokratik propaganda antishtetrore dhe si themi rregullimit juridik të cilin shteti e ka. Në mediat e Evropës nuk lejohet të flitet kundër demokracisë. Do të thonë, është rregullim. Po besoj nëse nuk është diçka në rregull zotëri, do të diskutojë zotëri Bjakaj. Po sidoqoftë, domethënë, përgjegjësia e tham, përgjegjësia për këtë çështje ekziston. Për shembull, sepse veprimtaria antishtetrore është bukur afër ose në tehun e lirisë të shprehjes. Më thonë, liria e shprehjes nuk duhet me dërgu gazetarin, analistin, folësin, influencerin në pozita ku ai e godit shtetin e vet. Që pak, zotëri Bjakaj, jemi edhe realista që pak edhe mediat krejt ato zgjedhin se çka duhet me diskutu pak njerëzit, në interesin e njerëzve. Çka ju intereson njerëzve, thojnë edhe në media. Ja vetëm një rast konkret. Do thonë, në mediat Kosovës ka gazetar që shumë i njohur ose janë grupi gazetarë të njohur, të cilët sulmin terrorist që ndodhi të Serbska në Banjska dhe pastaj pasimin e sulmit ndaj domethënë asetit kritik të Kosovës Iber Lepencit, aty kanalit Iber Lepencit, e sillin me një lehtësi jashtëzakonisht madhe në studio, sikur një bashkëveprim i qeverisë tonë me qeverinë e Beogradit. Domethënë kjo është përgjegjësi e plot, mund vjen keq, domethënë vjen keq për shkak se disa aktorë të tjerë shtetëror nuk janë në funksion, sepse këta njerëz duhet largohen ose duhet të disciplinohen dhe t'ju treguohen. Po disa nga ta kanë diskutuar edhe me ose duhet largohen fare nga media. Se nuk ke të drejtë të organizohesh, të flasësh në emër të lirisë fjalës, do thonë në aktivitet antishtetror. Kjo duhet të bëhet ndarse përgjithmonë edhe e qartë përgjithmonë. Se i përket asoj a duhet konsiderohet vepër penale një lajm i rrem ose një informacion ose një shpifje ose